gjithë. Nga Folk Ship Show i ardhur prej Zvicrën e kullën e vëllezërve Xhuxha tek Haxhi Xhuxha Ramadan Xhuxha me ish luftetar, me veteran dhe me orkestrën e mrekullueshme sonte. Mirë se ju gjetëm i dashur Haxhi Xhuxha. Mirë se ke ardhur. Komplumfë zoti bekoft. Faleminderit shumë zotit bekoft aty. Gëzuar gjithë shqiptarët vanë mban sonte, mos u ndani prej ekranit ton sepse do kemi një festë mrekullueshme, do festojmë, do gëzojmë, do bëjmë gëzuar së bashku dhe natyrisht do marrim edhe urime për 28 nëntorin për festën e flamurit kombëtar ku kam dëshirë si fillim komandant Males ja jap fjalën për një urim. Si pas dëshirës ti për festën e flamurit. Me qenë se sot është festë e trefisht për mendimin tim, është ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, është festa kombëtar, e flamurit kombëtar, por është edhe festa e daljes së ushtrisë së shenjtë UÇK-s në skenë, pra data 28 nëntor. Kështu që gëzuar gjithëve nga ana ime, gjithë shqiptarëve, edhe një urim sipas dëshirës komandant Mala mund ta japësh. Patjetër Altin, faleminderit shumë për prezencën tuaj e para, mirë se na keni ardhur nga vendet e larta, pikërisht ose gjithsesi nga Zvicra. E pra siç që thek edhe ti, edhe ne po e themi që sonte gjendemi në konakun e Haxhi Xhuxhait në bashkëluftëtarit luftës shqiptare të Kosovës, që ishte në koshare invalid i luftës, po ashtu dhe unë më lejoni që në emrin tim dhe në emrin të gjithë këtyre shokëve bashkëluftëtarëve tonë të përcjellim mesazhet më të mira të mushur për ditën më të madhe të gjithë shqiptarëve në kanë ku gjenden për ditën e flamurit. Pra në këtë ditë festohen 3 data të madhore, ti themi. Është dalja në skenë e luftës shqiptare të Kosovës, është datëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, por është edhe dita e flamurit. Prandaj ne si staf dhe si iniciativë të gjithë për luftëtarët, ne i nismi urimet të gjithë kombit shqiptar kudo ku janë, që nga Australia deri te Milatët, Emiratët e Bashkuara etj. Pra gëzuar 28 nëntorin dhe shqiptarët i kërkojmë në këtë festë që sa më shumë të bashkohen, të unifikohen dhe të gëzohet e gjithë familjet shqiptare. Të lumt goja, gëzuar, vërtet gëzuar. Gëzuar dhe një herë, Haxhi, ku e merr ton këtë zonë, po du me ditë, valla.